me pamjen fantastike të zonës Folimarinës, suita më e madhe e hotelit Folimarina që rezulton tjetë një nga suitat më të mëdha në Shqipëri, quhet suita prezidenciale. Makina shkon deri tek suita, ka një ashensor të dedikuar, ashensori shkon brenda në suitë dhe mund t'ju tregoj, por pamja e këtushme është shumë e bukur, sepse mund të shihni shkëmbin ikonik të Jalës, i cili që prej kohës kur ka filluar Folimarina është ndoshta pamja më e fotografuar dhe më e instagramizuar në Shqipëri. Është i gjithë plazhi i Folimarinës bashku me restorant prive në restorantin dhe beach barin, ndërkohë që kjo është hyrja drejt suitës prezidenciale. Thash një nga suitat prezidenciale më të mëdha të hoteleve në Shqipëri. Ja ku e keni të shkruajtur, kjo është hyrja që vjen nga njëra anë, ndërkohë që hyrja tjetër të vjen me ashensor të dedikuar. Tani unë po e bëj pak më me stil që t'jetë më interesante, po e mbyll derën, dhe nga këtu supozohet që t'i hyn apo del për në pjesën tjetër. Kjo është pjesa e jashtme e vilës prezidenciale, ose ajo që njihet si zona e outdoorit. Ka një sitting outdoor, që është këtu, që është jashtëzakonisht i bukur me gjithë televizorin që qëndron për jashta, pra ti mund të shohësh. Ka pjesën e dining area, pra ku ti mund të ulesh për të ngrënë, që nga për 6 persona. Suita ka 3 dhoma, nuk e di me sipërfaqe, po besoj duhet jetë diku tek rreth 300 metra, 200 ca metra, 220 metra, 230 metra, afërsisht po them. Kjo është pjesa e outdoor dining area, pjesa e lojrave. Në këtë anë këtu ka një jacuzzi të izoluar, është këtu së bashku me dushin outdoor, pra jacuzzi është me një pamje fantastike, që ti mund të shohësh që nga 36 gradë, të shoh tamam, 36 gradë, ndërkohë që ti ke pamjen e gjirit të zonës së Folis dhe njëkohësisht pamjen e madhe të gjirit të Jalës, atë më ikoniken. Këtu pamja është shumë afërt sepse e ke më afër detin. Do vazhdoj më tej për t'ju treguar dhomat, po nis me dhomën më të vogël për shkuar te më e madhe. Edhe këtu është pjesa tjetër e outdoorit, ka dhe një qëndrim tjetër outdoor, që është këtu. Mund të rish o këtu, o me 2 karriget, që ne shqiptarët i kemi klasike për të pirë kafen, pra janë 3 ndënje të jashtë, pra në veranda, outdoor si quhen, 1, 2 dhe ajo 3 është pjesa ngrënies outdoor. Tani po shkoj tek pjesa e dhomës, e cila nuk është e lidhur me suitën, sepse konsiderohet përndimsa, por t'ju tregoj dhe një ndenjen e brendshme. Kjo është pjesa e ndenjes së brendshme. I gjithë dekorimi duket shumë i bukur, të gjitha detajet e dekorimit janë interesante, janë në çdo gjë. Ky është televizori, pjesa tjetër. Tani, kjo është pjesa e ndenjes, natyrisht keni parasysh që në ndenje në jug rrihet shumë pak. Këtej po shkoj në 2 drejtime. Kjo është banja e ditës, pra një banjë vogël që i shërben vetëm ndenjes. Këtu suita ndahet. Në një anë është zona e dhomës që është për bodyguardët, për njerëzit që shërbejnë, me një zyrë të vogël në këtë drejtim që është zyra e punës, pra të personit që ka marrë suitën. Këtu jemi në mbritjen që vjen me ashensor nga lartë. Shiheni. Ky është ashensori që vjen nga lartë, siç ju thash, dhe ti pastaj shpërndahesh në verandë, brenda apo në dhoma. Kjo është dhoma e shërbimit, po themi, e bodyguardëve, njerëzve të tjerë ose miqve që vinë. Kjo është pjesa e dhomës, është dhoma më e vogël e suitës, ndërkohë që po shkoj për të treguar 2 dhomat më të mëdha, dhomën e mesme. Kjo ndahet e gjithë kjo zonë, pra dikush nuk hyn në pjesën e brendshme, ku është pjesa që i shërben, po themi, atij që ka marrë. Dhe do ju them fund dhe çmimin se pyeta menaxherin. Pra deri këtu jemi. Këtu futet zona private, ku janë 2 dhomat kryesore. Ka një kuzhinë të vogël, që ka po ashtu gjithë servisin, kafen, çdo gjë tjetër, edhe këto i paskat bukura. Kjo është pjesa më e bukur. Këtu hym në dhomën e fëmijëve, ose dhomën e dytë, po themi, me gjithë dollapin, me pjesën e WC-s, me dushin e madh, me vaskën. Është shumë i bukur lavamani, që është gjithmonë në mes, pra shqisirri,
ndërkohë që dhoma ka 2 krevat French style quhen këta, pra janë rreth 140, po të duash ti mbyll zonën e banjës që mos ketë dritë. Dhoma ka edhe një krevat tjetër shtesë dhe ka një balkon i cili del, duhet ta shoh tamam ku është hapja, pra një balkon që ti del në me pamje nga e bëra shumë duket, po. Është me pamje deti, është shumë i bukur, jam del në pjesën e ndenjes, që ka pamjen, pra ti bashkohesh me ndenjen tjetër, ndërkohë tani po shkoj për të treguar master bedroomin, që është në këtë drejtim, master bedroom, po shkoj prap, master bedroom, hyn tani është dhoma më e bukur në fakt, edhe këtu kam përdorur mermer jeshil, shumë interesant. Kjo është dhoma master, shiset bukur i ka dhe pjesën e komandimit, këtë nuk e di çfarë duhet jetë. Qen ka minibari. Minibarin e pas kanë improvizuar këtu brenda dhomës. Banja është shumë e bukur, është realisht shumë e bukur, me 2 lavaman, me vaskën, me banjon turke, siç e quajmë ne, ose steam bath, pra banja me avull. Pas ka filluar të punoj, banjë me avull brenda dhomës, ndërkohë që në këtë drejtim shkojmë në master bedroom. Krevati është 2,20, vetëm shifni sa telekomanda ka. Janë ja 5 telekomanda që vlejnë për të gjitha gjërat. Ka pjesën e televizorit i cili ulet dhe ngrihet me telekomand, pra po të shihni mbyllet, që është një gjë e rrallë. Kjo është pjesa ndenjes, kjo është pjesa e tualetit, dhe këte i shkon në një tjetër balkon, i cili ka po ashtu një jacuzzi, është pjesa e balkonit. Balkoni ka pamje, është më privat, është më e vështirë që të shohin, ka pamje si nga shkëmbi i famshëm i Folimarinës, ashtu dhe nga pjesa e vjetër. Është shumë interesante se në ato godin atje, në vitet 70, një nga njerëzit më të kërkuar të globit, Abu Midal, një palestinez që akuzoi për terrorizëm, qëndroi rreth 3 javë, i mbrojtur nga forcat shqiptare të kohës të komunizmit në atë kohë, dhe më pas është bërë lajm, është bërë shumë vite më pas, kur një nga personat që kishte stërvitur e tregoi këtë gjë. Pra ky është master bedroomi, unë po dal tani për të shkuar prap tek dera e jashtme e një prej suitave më të mëdha në hotelet shqiptare, në hotelin Folimarin në Jal, 3 dhoma gjumi, rreth 220 metra katror, me 3 dhoma gjumi, rreth 120 metra, 220 metra katror, me një hapësirë të madhe për jashta dhe pjesën e brendshme, po eci këtej atëherë më mirë në për zonën e ndenjes për të dalë në pjesën e jashtme. Kjo mund të jetë një prej suitave shumë të bukura të gjithë jugut të Shqipërisë. Janë 2-3 hotele që janë me këtë standard dhe pamja që këtu është spektakolare. Pamja është spektakël.